أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Salat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Vëllezër dhe motra të nderuar musliman e muslimane, me që kemi filluar agjerimin e muajit të Ramazanit, pra agjerimi i muajit të Ramazanit është farz, dhe çdo detyrë, çdo punë, çdo farz, çdo obligim i cili kryhet, i ka dhe rregullat e veta. Andaj, ne sot do të flasim për agjerimin dhe rregullat e tij. Çka nën kuptojmë me fjalën as-saum apo agjerim? Në aspektin gjuhësor, me fjalën as-saum kuptojmë abstenim, largim, përmbajtje nga ndonjë veprim apo diçka tjetër. Ndërsa me këtë shprehje, pra me shprehjen as-saum, agjerim, në kuptimin e jurisprudencës islame, nën kuptohet largimi apo abstenimi nga e gjithë ajo që e prish agjerimin, si ushqimi, pijet, marrëdhëniet intime bashkëshortore të ngjashme, nga koha e imsakut e deri në iftar. Ky lloj i adhurimit, pra agjerimi, është i ligjësuar nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet sunetit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, si dhe nëpërmjet të ixhmait apo konsenzusit të gjithë dietarëve apo ulemave. Sa i përket Kur'anit, Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'anin e Kerim thot: O ju të cilët keni besuar, agjerimi u është bërë obligim. Pra agjerimi u është bërë obligim, sikur që ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Pra ky ajet kuranor është në kapitullin El-Baqara, ajeti 183. Gjithashtu, Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'anin e Kerim, në po të njëjtën kapitull, pra në El-Baqara, ajetin 185, thot: E kush e përjeton këtë muaj prej jush, leta agjeroj. Pra, këto janë argumentet kuranore që agjerimi si ibadet është i ligjësuar nëpërmjet Kur'anit Kerimit. Sa i përket sunetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është pyetur nga Xhibrili alayhis salam se çka është Islami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Islami është me dëshmu se nuk meriton askush të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Shtylla e dytë është namazi, pastaj shtyllën e tretë e ka përmend zekiatin dhe shtylla e katërt që e ka përmend pejgamberi alayhis salam është agjerimi. Dhe shtylla e pestë shkuarja në hax kush ka mundësi. Pra edhe nëpërmjet sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ligjësohet pra puna apo ky ibadet apo agjerimi i muajit të Ramazanit. Gjithashtu edhe konsenzusi apo ixhmai i dietarëve islam janë të një mendimi se agjerimi i muajit të Ramazanit është prej farzave të Allahut xhalla xjalaluhu. Është e rëndësishme ta dim për kushtet, apo t'i dim kushtet e vlefshmërisë së agjerimit. Për të qenë agjerimi i vlefshëm, janë disa kushte. Nëni është nijeti. Pra, nijeti të bëhet
që agjerimi të kryet vetëm për hir të Allahu xhallashanuhu, për me kry një detyrë që e kanë muslimanët dhe muslimanet. Pra, mos të jetë niyeti për diçka tjetër, si për shembull të jetë niyeti për ndonjë dijet apo diçka tjetër të ngjashme. Mirë po, fillimisht apo pikë së pari niyeti duhet të bëhet vetëm për hir të Allahu xhallashanuhu. Pastaj, niyeti si parsore apo bazë është që të ngulitet apo të ketë burimin prej zemrës. Mirë, po në qoftë se e shqiptohemi me gojë, atëherë kjo vetëm se çka e përforcon edhe më shumë atë për të cilën kemi për qëllim, pra e përforcon më shumë agjerimin tonë gjatë ditës së ardhshme. Koha se kur duhet të bëhet niyeti, sipas mëdhëbit Hanefi, e që është mendimi më i pëlqyer, duhet të bëhet për çdo ditë të agjerimit. Edhe pse në disa mëdhëbe tjera lejohet që të bëhet një herë në fillim të agjerimit, një herë në fillim të Ramazanit, mirë po sipas mëdhëbit Hanefi është më e preferuar që të bëhet për çdo ditë të agjerimit të bëhet niyeti për ditën përkatëse. Si kusht tjetër i vlefshmërisë së agjerimit është largimin nga të gjitha gjërat që e prishin agjerimin prej imsakut deri në iftar. Dhe nën të re, për të qenë agjerimi, pra prej kushteve të vlefshmërisë së agjerimit, që kjo ka të bëjë me gjinin femrore apo me nanat motrat muslimane, që femra mos të jetë në kohën e hajzit apo ciklit menstrual, si dhe mos të jetë në kohë të nifasit apo kohë që quhet pas lindjes apo kohë e lehonis. Pra, në qoftë se plotësohen këto 3 kushte, atëherë agjerimi është i vlefshëm. Tani i kemi kushtet e agjeruesit. I patëm më herët kushtet e vlefshmërisë së agjerimit, ndërsa tani i kemi kushtet e agjeruesit. Pra çdo kush i cili i jam mësyn agjerimit të muajit e Ramazanit, duhet që ti plotëson disa kushte. Në ne është të jetë musliman, pra ai që nuk është musliman nuk obligohet me agjerimin e muajit të Ramazanit, për arsye se në fakt ai as nuk e ka besimin në Allahun xhalla xhelaluhu. Të jetë i mençur, pra ai i cili nuk është mentalisht i shëndosh, nuk ngarkohet apo nuk obligohet me agjerimin e muajit të Ramazanit. Të jetë në moshën madhore. Pra, në moshën madhore, gjinia mashkullore hyn në momentin kur paraqiten shenjat e pubertetit, ndërsa gjinia femrore në moshën madhore hyn kur t'i paraqitet për herë të parë cikli menstrual. Mirë, po në qoftë se fëmijët agjerojnë nën këtë moshë, ata sigurisht se do të kenë shpërblim tek Allahu xhalla xhelaluhu. Si çdo obligim tjetër, por edhe obligimi i agjerimit, pra njëri prej shtyllave të fesë islame, i ka farzët, i ka vajxhibet, por i ka edhe sunetet që është mirë që të praktikohen. Prej suneteve të agjerimit mund t'i përmendemi disa. Nënni, të zgjuarit në syfyr. Pra, të zgjuarit në syfyr është prej suneteve të forta dhe që e ka preferu shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, saqë ka thonë ngrihuni në syfyr, nga se syfyri është bereqet. Hani syfyr qoftë edhe me një gjysmë hurme. Pra, nuk preferohet apo është e kundërta e asaj që e ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ne nuk zgjohemi në syfyr, siç ndëgjohemi duke bërë pyetje, unë muj me agjeru pas syfyr, a ban mos muqu. Jo, vllai i dashur musliman, jo muslimane nderuame. Nuk preferohet në asnjë mënyrë, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë syfyri është bereqet. Andaj nëse don me e marr bereqetin, atëherë ngritu në syfyr. Prej syneteve tjera që mund t'i përmendemi është nxitimi në iftar. Pra nuk preferohet në asnjë mënyrë me e shty iftarin, por në momentin kur të futet koha
e iftarit, në atë moment do të me përshpejtu edhe me e prish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë drejtim ka thonë, vazhdimisht njerëzit janë në të mira, përderisa nxitojnë në të bërit e iftarit. Të bërit dua në kohën e iftarit është prej syneteve me bo dua në kohën e iftarit, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në njërin, pra që ka cilësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga personat që Allahu xhalla xhelaluhu nuk ja kthen duan mbrapsht, është edhe personi i cili bën dua duke e prit iftarin. Ajo lutje që është e preferuar të bëhet, mund të bëjmë çdo lloj lutje, për më nai fal gjinohet, pra më nai fal mëkatet, me bote u botul istikfar, lloj lutje që na vinë në mendjet tona për mirë, mund t'i bëjmë. Por ajo që ka preferohet është, o Allah, për ty agjerova, ty të besoj, në ty mbështetem dhe me begatit tua po bëj iftar. Pastaj, prej syneteve që edhe e karakterizon muajin e Ramazanit është falja e namazit të teravive, për arsye se është prej syneteve të forta. Të dhënit sa më shumë sadaka gjatë muajit të Ramazanit është shumë më e preferuar. Të bërit shumë ibadet, të përkujtohet Allahu xhalla shanuhu më shpesh, të bëhet teubetul istikfar më shpesh. Të dhënit iftar atyre që janë duke agjeruar, qoftë edhe me një hurmë apo edhe me një gotë ujë. Në vazhdim i kemi personat që lirohen nga agjerimi. Nëndi e kemi isëmuri. Pra isëmuri, nëse agjerimi ndikon në përkeqësimin e gjendjes shëndetësore ose e vonon shërimin, atëherë ky isëmur, pasi që të shërohet, duhet të agjeroj aq ditë sa i kanë mbetur pa agjeruar. Pra këtu është fjala që i paraqitet një sëmundje e momentit. Qofse i paraqitet një sëmundje e momentit, atëherë edhe agjerimi ja përkeqëson gjendjen shëndetësore dhe më shumë, apo ja vonon shërimin, atëherë e lirohet nga agjerimi, mirë po pas Ramazanit, aq ditë sa i kanë mbetur pa agjeruar, duhet të i agjeroj. Nën dy, personi i cili lirohet nga agjerimi është udhëtari. Allahu xhalla shanuhu ka lejuar që udhëtarit të mos agjeroj si lehtësim ndaj tij. Udhëtarit i lejohet të mos agjeroj prej momentit kur ai e konsideron veten se është udhëtar. Dhe për këtë e kemi argument ajetin kuranor të kapitullin El-Baqara, ajeti 184, ku Allahu xhalla shanuhu thot: jeni të obliguar për ditë të caktuara, e kush është i semur prej jush, ose është në udhtim e nuk agjeron, atëherë ai le të agjeroj më vonë aq ditë, pra sa i kanë mbetur pa agjeruar. Nga personat që lirohen nga agjerimi është shtatzëna dhe gjithëdhënësja. Pra shtatzëna, nëse ka frikë se do të pësoj ajo apo fëmia i saj, të cilin e bart në barkun e saj, si dhe gjithëdhënësja, në qoftë se friksohet se nëpërmjet agjerimit mundohet apo jetë keq për të ushqyer fëmiu i saj të cilin e ka përgjiri, atëherë lirohen nga agjerimi, mirë po aq ditë sa i kanë mbetur, duhet që ti agjerojnë pas Ramazanit. Nën 4, uria dhe etja e madhe. Personi që ka uri apo etje të madhe, saqë mund të sëmurët, ai që e ka prishur agjerimin për shkak të këtyre dy gjërave, duhet të agjeroj aq ditë sa i kanë mbetur pa agjeruar. Pra në qoftë se agjerimi, pra uria edhe etja e madhe, saqë e çojnë deri në alivanos ose përkeqësim të rënd të shëndetit, atëherë lirohet prej agjerimit. I detyruari me forcë
për ta prishur agjërimin. Pra, edhe ky lirohet nga agjërimi, në qoftë se detyrohet me forcë